Edhe një gjë tjetër për t'na treguar? Kaq, nuk e di sa më beson ose beso. Se të kujtohet kur bëm atë ditën që u deklarove tash kam frikë se mos tim del si Albi dhe ti thoj absolutisht unë nuk kam njëri tjetër jashtë. Kujtohet kjo gjë kur u deklarove? Unë nuk kisha një person. Unë nuk kam qenë lidhje. Po ti the që ikë mbrapsh me mua sepse kishin në mendje këtë person. Po. Po, që e kishe, jo që ishe e fejuar, po që e kishe. Jo, kisha një diçka, sepse ne kuptoheshim shumë, thash. Po, nuk më intereson kjo historia juaj, se si... Nuk po tregoj një histori, thjesht po tregoj gjën time, sepse ne kuptoheshim dhe unë ndjesha mirë. Unë edhe me ty ndjesha shumë mirë, nuk e dija e gjendje më përpara, unë isha shumë keq, nuk e dija më ke pa gjithë ato kohë që kam qenë si hutumës. Për të pa nuk shifsha, as nuk jepja dot drejtim. Qef kisha, sepse mos t'kem qef me qenë me ty, kujtë mu. Dhe, po prap, kishe shumë, po prap, veten, dhe kam pyet veten disa herë dhe në fund bëra këtë veprimin, edhe pse bëra të veprimin tjetër që u deklarova për ty dhe ishte një... Unë nuk do të bëja gjëra të tjera, jo atë. Por, edhe atë nuk do ta bëja, po kryesore në ato gjërat e tjera që realisht ndjem keq që ti kam thonë. Sepse u duk shumë si kur u kapa bas atyre që po gjë tjetër kryesor ishte kjo tjetër. Po, nuk u tregove sinqert. U tregove më mashtrues se shoku jot. Nuk është më mashtrues, nuk është gjë më mashtrues. Thjesht baje veten sikur ishe person i pastër, i sinqert. Unë i pastër dhe i sinqert ja tek erdha, po sepse gënjeve deri në ditën e fundit se tani doli e vërteta. Tani. Okej, pra, doli e vërteta, po që unë mund ta mbaja pra të fshet.